Hajde këtu, viral. Eja t'ju prezentoj një tjetër sukses të një shqiptari të suksesshëm. Zotëri Gani Ajdini nga Ferizaj ju prezanton sot Shpitex Meditën, i cili na tregon se çfarë shërbime shbojnë Shpitex Medita në mes të për gjithë shqiptarët që kanë nevojë dhe gjithë ata që kanë nevojë. Sot do të zhvillojmë intervistë të suksesshme me zotin Gani për të na treguar më shumë rreth Shpitexit Medita. Hajde me mua. Hati 3. Kom. Arritëm në katin e tretë, këtu kemi, ja ku është Shpitex Medita. I bjem edhe ziles tu. Ta shofim. Apo dukemi mirë po? Është fix për kamera, për gjona, ta prezentojmë. Halo. Përshëndetje. Si kalove? Mirë. A mundem me ju shqetësu pak sot? Po, pa tjetër, hecim brenda. Mundem me shqetësu sot, hecim brenda. Hajde me mua, edhe futemi të takojmë njerëzit që kemi, ja ku kemi zotëri Ganiun. Përshëndetje i dashur. Përshëndetje, mirë se erdhe Altin dhe stafi juaj. Mirë falënderit. Hello. Që ka pak si shkojnë punët? Mirë shumë. M'vjen mirë. Atëherë, ndodhemi në Shpitex Medita, në Cyri. Këtu me zotëri Gani Ajdinin nga Ferizaj. Nga Ferizaj. Edhe sot kam ardhur për ta prezantuar Shpitex Meditën tek milionat qusharë që i kemi dhe po ashtu edhe zotëri Ganiun sot ta prezantoj te shqiptarët suksesin e tij sepse më duket është biznes familjar Shpitex Medita? Është biznes familjar, punoj me djalin, edhe vajza më ndihmon, mirë po e kam edhe një staf të gjanë me motra edhe teknik diplomum në infermieri. Okej, a mundesh i dashur përderisa se fillim të kërkoj falje për shqetësimin sot? S'ka kur fare problemi, mirë se keni ardhen. Faleminderit. Është ditë punë si çdo ditë tjetër. Absolutisht. Na jem të hapur për çdo kund që vjen këto dera është e hapur. Faleminderit zotit rrit. Unë hyra tek dera aty në fakt e pash disa grafika, disa tabela, disa gjëra. Kam dëshirë që ta prezantojmë këtë Shpitex sepse kam dëgjuar fjalë të mira për Shpitexin tuaj, edhe kam pas dëshirë që ta prezantoj tek shqiptarët e shikuesit tanë. Kam dëshirë i dashur Gani, t'ja nisim nga hyrja edhe tek. Faleminderit shumë. Atëherë, këtu grafikat që janë, duhet më tregosh pak a shumë se çfarë flitet në këto grafika. Altin për juve, këtu mund të rish, po edhe për shikuesit emisionit ju, është shumë e rëndësi me ditë çka është Shpitexi, edhe si ka lind ideja e Shpitexit edhe çka do të thotë Shpitex. Okej. Se për një pjesë të madhe kanë dëgju, mirë po se çka qëndron mbrapa nuk e din. Unë drejt me tregu kom pas fatin që një 20 vite kom punu në sektorin publik në kantonin e Zyrihut, në Ministrinë e Mirëqenjes Sociale, ku kom pas një detyrë udhëheqëse, edhe si privilegji saj ka qenë që kom marrë pjesë në shumë grupe punuse, ku është diskutu për menaxhimin e shëndetësisë tashmen edhe në tarmen. Për shkak se Zvicra gjithherë menon një hap para për mos mu befasu me asgjë. Atëherë si sfidë kryesore e kim vrejt dy gjëra. Një ka qenën që ka mungesë të punëtorëve shëndetësor, sidomos të infermierëve, po flas për profesionin tem për ato dhe jeni ardhëna, edhe sfida e dytë ka qenë që popullata është gjithherë e më e vjetër. Këtu po ja tregoj disa grafika, një prej tyre, për shembull, atëherë është vërtetu se deri në vitin 2029 do të mungojnë 15.900 punëtorë shëndetësorë. Deri në vitin 2029 do mungojnë deri rreth 16.000 punëtorë. Rreth 16.000. Ndërsa deri vitin 2050 parashihet me munguën mbi 50.000. Kur i shtohet kësaj edhe zhvillimi i popullatës, atër kjo vetëm shka e randon gjendjen. Për shembull këtë grafik po i tregoj sa për ilustrim. Në vitin 1950, do të kjo para 75 vite, kanë jetu vetëm 12 persona mbi moshën 100 vjeçare. Pra, 1950 vetëm 12 persona ka pas që kanë kalu moshën 100 vjeç. Ndërsa tash 2023-ën, e shiqoni këto janë 2086. Po.
Atëherë, që ta spjegojmë. Është 100 fishuar. I 100 fishuar. Atëherë, në 1950-ën ka patur vetëm 12 persona që kanë kaluar moshën 100 vjet. Sot në 2023-shin, para 2 viteve që është kjo statistikë, janë 2086 persona që kanë kaluar moshën 100 vjeçare. A mundesh më tregu arsyen pse më shumë tash jetojnë, sepse realisht po flitet që s'po hambi po konsumojmë ushqimin pak më ndryshe se sa dikur, si ka mundësi që është rrit statistika Po, sipas statistikave ka të bëjë edhe me stilin e jetës, edhe me mundësitë e shërbimeve shëndetësore. Okay. Ajo është kryesorja. Mirë po tek kjo statistikë, sa për ilustrim, isheni 2 ngjyra. Ngjyra violet është ngjyra e gjinis femrore, ndërsa ngjyra e gjelbërt është e gjinis mashkullore. Do të thotë gratë jetojnë shumë ma shumë se burrat. Dikon mbi 80% të grave në këtë statistikë e kalojnë atë moshën Apo të vjen i noti ty edhe mu pak? Drejt me tregu, i noti po më vjen se me dëshirë edhe unë do të tesha në këtë grupin e 100 vjeçarve, pa është fakt i njerit. Arsyet se pse, tash në qoftë se marrëm në formën sarkastike, gratë jetojnë ma shumë se nuk kanë gra me bë nervoz. Sa për pak me premisione ju. E fort ishte kjo. Një sekondë aty. Shikus dashur. Flitet sipas statistikës tu që gratë një përqindje e madhe jetojnë më shumë se sa burrat. Burrat më pak jetojnë, pra që i kalojnë moshën 100 vjeçare. Proporcion 8-2 gati. 8-2. Tash imagjino 8-2. 8 janë gratë që jetojnë më shumë, 2 janë burrat që jetojnë që i kalojnë 100 vjeçaren. E tash i gratë po jetojnë kanë sepse s'kanë gra për më bërë stres, shaka. Burrat jetojnë më pak për arsye ta mundesh të tregu? Jo, arsyet janë kështu tash po flasim pa shaka. Arsyet janë për shkak se burrat kanë një stil tjetër të jetës, jo të shëndetshëm. Një prej tyre është konsumi i duhanit, konsumi i alkoolit, edhe kohën e fundit konsumi edhe i drogave të ndryshme. Tjetër shka është shumë e rëndësi, burrat janë më të dhunshëm, kështu që jo për shaka, por ju preferoj burrave mos me qenë dhunshëm se edhe ajo ndikon në shkurtimin e jetës. E gratë janë më të arsyeshme në stilin e jetës që e bëjnë. Kjo është arsyeja kryesore sipas statistikave. Me pak fjalë nervoziteti të meshkujt apo dominon, domethënë edhe e shkurton jetën. E shkurton jetën. Kurse gratë janë më të arsyeshme, më qeta dhe munden me marrë më për jetën. Sa më shumë që sillen burrat me gra mirë, aq më gjatë e keni. Se cili ëndron më fut prej tek kjo këtu, realisht, me kalu 100 vjeçaren. Tash, për të ardhmen, nëse shumë këtë statistikën poshtë, do thotë në vitin 2023, kanë qenë 2086 në bimoshën 100 vjeçare, në vitin 2040, nëse i shikojmë statistikat, atëherë do t'jenë mbi 30.000 njerëz që kalojnë moshën 100 vjeçare. Mbi 30.000 njerëz në 2020-ën. Që kalojnë moshën 100 vjeçare. Kur i shikojmë këto statistika edhe mungesën e personalit, atëherë ka qëndosht kantoni i Zürit, po edhe krejt Zvicra me menu një koncept se si mujnë këtë sfidë me kalu. Edhe në vitin 2019 kanë marrë vendim që mi dhënë prioritet shërbimeve ambulant prej shërbimeve stacionare. Me përkthy kështu ma thjesht, ma pak me nejtë në spital, e ma shumë me nejtë në shtëpi, po me ndimin e shpiteksit. Do të për ato është edhe shpiteksi. Arsyeja pse, do të është mungesë e personalit, stërngarkohen spitalet, kjo na ka mësuar në kohën e Covidit, që mundësisht ma shumë me nejtë shtëpi me ndimin e punëtorëve shpiteksit. Hajde me mua, këtu jemi në ambientet e shpitekës me dita. Këtu janë zyrët e shpiteksit, kishëm kalu prej zyrës parë, se edhe urdhoni,
Këtu është zyra e parë e Shpitex Këto Meditës. është zyra e parë. Okej. Tavolinat nuk janë rastësi edhe punëtor, po e kanë edhe funksionin e tyne. Këtu është Ardiani. Ardiani është menaxher i Shpitexit, ndërsa unë pak më herët jam më shumë që jap këshilla këtu në Shpitex. Okej. Edhe për shkak të përvojës, po edhe për shkak të moshës, energjisë javë kum lanë trime me udhëheq. Okej. Te Ardiani është pak më ndryshe për shkak se nuk është vetëm menaxher, po është edhe djali jem. A, është djali jot Ardiani? Djali më i madhi. Ardiani edhe ti je. A je mirë? Mirë. More, si po duket me punu këtu në Shpitex Medita? Po, qëre, për mu është një punë që unë e kumë përzgjell, është një punë që e baj me qef. Okej. Po edhe puna po edhe ma qef nëse e ki mundësinë edhe me punu me familjorin tanë, kështu të se, që me thonë, në gjithmonë jena edhe shok, edhe bob, edhe shefin me po skate këto, përbashkët është, që me thonë, një atmosferë ndryshe. Do më thonë, je shok me babin, apo jo? Shok, që me thonë, shok, shef, këtë bashkë. Okej, a të puna tash e thirr babi apo e thirr shef? Jo, te puna e kena një rregull që më kon ketë me një nivel të njëjtë. Do të thonë, a është punëtor, a familjar, që secili jo vetë të drejtat, po edhe te atmosfera më kon njëjtë. Kështu që në punë tham gane. E thirr në emër. Po, e thirr në emër. Në shtëpi bob. Po ka njerë nëse kena ndaj diskusion që jena veç në dy, edhe ko ndaj farë pengese, edhe atëherë i tham, babi, nalu. Babi nalu, okej, bukur, vetëm një pyetje kam, Ardiani mos pengoj si je duke punuar. Babi ka ardhur nga Kosova në Zvicër. Ti je lindur dhe rritur në Zvicër dhe shkolluar në Zvicër. A ndryshon mentaliteti i një, po marr shembull babin, ardhur prej poshtë këtu, me një që është i lindur këtu. Pra ndryshon mentaliteti i babit me mentalitetin tënd. Po, qëre, unë e kom pos fotën që e kam nga një në bob, se që më kërsa ti i ri, nuk i shef do sene. Edhe e kom po që bobën e kam një person që shka shku me ku. Edhe normal që ndryshon mentaliteti, se unë jam lind Zvicër, jam rrit këto, i kom kryket ato fozat e shkullës. Këto edhe që më thonë, paka shumë jam si i përzim me mentalitetin zvicran. Po, që më thonë, rojt prap, brend mi ka thonë besin, edhe që më thonë, unë e gjithmonë jam mundu prej dy kultura, ti marrë senet e mira. Po, Gania që më thonë, e kom pos fotin tem që është njëri që ka shku me ku edhe më ka ndihmu. Edhe po të sigurej që i pas ke morë prej dy kulturave gjonat e mira, sepse po kuptohesh nga mënyra e përgjigjes, respekt të puna mbarë, vazhdo. Drejt me tërgu, Altin ka qenë sfidë në fillim, edhe kem pas jo pak konflikte, ku e përmene edhe për shkak mendësisë, se unë jam rritë në Kosovë, ka marrë si i rritë në këto, edhe kum pas një mendësi pak më ndryshe se këta. Mirë po me kalimin e kohës, i kem kalu sfidat, edhe pse s'ka qenë fort lehtë. Okej, bukur. Këtu, po ja prezentoj Drinin. Drini shqiptar dhe kjo? Po, shqiptar, këtë kem krah djathtë, Drini na ka mbështet prej fillimit, edhe Drini është student, plus punon të në 80%, edhe është për administrat, po e kem edhe si joker, se ka edhe shkollën e mesme të mjekësisë, ku kem nevojë jo vetëm zyre, por na i kryen edhe punë tjera. Hajde Drin, si po kalon këtu? Mirë, super. Edhe me studime mirë? Edhe me studime super, tash që 4 vjet jam të Shpitex Medita, punoj me Ardianin, ngush punojmë bashkë, mirë po qojmë. Më kam erë shmakullaj vesh, me Ganin apo me Ardianin? Me të dëtë, më të kalëzo drejt, jemi familjarë, jemi rritë bashkë një familjen edhe kejtë morë me vesh super. Okej, bravo, më vjen shumë mirë Drini. Shumë respekt, puna marë. Bravo qoftë. Ej, interesant. Një staf i kualifikuar, një staf i mirë, përveç se
Kjo është shqiptare apo nuk është shqiptare? Vero, kjo është zvistrane. Vero, hey Ja, Vero. Wie geht's dir? Alles gut? Danke, ja. Ich probiere zum Reden Deutschsprache, aber mein Deutsch ist total schade. Ich probiere. Ich kann auch nicht gut Albanisch, aber ich lerne. Wie geht's in Spitex Medina? Wunderbar, also sehr gut. Ich fühle mich sehr wohl und ich habe gute Aufgaben da, bin für die Pflegequalität zuständig und ich habe wunderbare Chefs. Okay, also, freut mich, hä? Viel Erfolg. Danke vielmals. Ciao, ciao. Veç ta shëroj, Vero është udhëhecë e kvalitetit të infermierisë. Do të kjo e bën barën kryesore edhe transferin që bëhet prej Spiteksit deri te Krankenkassa. Okay, bravo Vero. Ciao, danke vielmals. T'ja spjegoj shqip, edhe shkurt, këtu e kemë edhe një punëtore të administratës, kjo punon vetëm 20%, pe marrëdhënien e saj për shkak se këto është Diana. Diana është vajza jeme. Okay. E vogla, atë vajzë e kam në shpe quj princesë, se tham kush ka vajza botën ka. Diana punon si mësuese primare 60% në shkollë, në Klotën, edhe 20% vjen animon Spitex, edhe i njëmon Ardianit në bildung në shkollën. Bravo. Për shkak që është edhe mësuese. Është mësuese në shkollë shtetërore, apo Në shkollë shtetërore, po. Në filloren apo në çfarë? Është prej klasës 3 deri klasën e 6. Prej klasës 3 deri në Ka klasën e kryer 6. studimet këtu në Zyrich, po. Bravo qoftë, bravo i qoftë, bravo, respekt. Vazhdojmë nga një tek zyra tjetër. Këtu Këto dy vajzat, këto janë shtylla kryesore e Spiteksit. Po ja prezantoj Drenushën. po. Pastaj dalën te Albulena, Drenusha. Okej, Drenusha, kush është Drenusha? Drenusha si je? Si ka love? Ai mirë. Çau vën. Që të punu. Bravo qoftë. A je të mujt me punu? Po, po. Okej, çfarë do bëu konkretisht? I analizojmë datat e klientave, i marrim në sistemin ton, i përpunojmë përgjithësi krejt informatat që i marrim na për vizita që shkojmë te klientat. Okej. Edhe i përcjellim informatat e rëndësishme te përgjegjësi shëndetësor të klientave, domethënë Gania ose Veronika. Okej. Edhe këtu janë punët tona. E kënaqur në Spitex Medita? Po shumë. Shumë e kënaqur. Shumë. Shumë punë të mbarë. Faleminderit. Respekt, bravo. Këtu ja prezantoj Albulena. Albulena na hapi derën, Albulena. Albulena. Albulena si po kalon? Mirë, super. Cila është pozicioni i punës tuaj këtu? Njëjtë si pozicioni i Drenushës. Njëjtë si Drenusha këtu. E kënaqur? Po, shumë e kënaqur. Okej, bukur shumë. Shef Ganiu është i mrekullueshëm besoj. Shumë shef i mirë, edhe Ardiani edhe Ganiu. Të dy, bravo. Okej. Mirë, shumë mirë Albulena. Suksese mos pengojnë punë sepse jeni në orar punës, kështu që s'kam dëshirë të pengoj. Desha vetëm ta shtoj kur bisedum për mungesë të personalit. Po. Na ke marrë vendim prej këtij viti, do thotë prej verës, këto dy punëtorët më të zgjashme që i kam, fillojnë studimet e infermierisë këtu te na. Studimet e infermierisë fillojnë tek ju. Verës janë procesin e pranimit shkollës, po do të prej këtuit e kam mundësi për me kry shkollimin, edhe jam shumë i lumtur që kam pranuar për shkak se kjo është armëria e profesionit tonë. Bukur. Faleminderit dyjave. Mirë shumë mirë. Çfarë shefi rova? Çfarë shefi? A ka lezet më të madh se sa shefi ju livdoni dhe thot faleminderit? S'ka leknasi më të madhe, sepse normal unë jemi mësuar, po flas për vete sipas përvojës që kam shikuar dhe dëgjuar dhe i kam parë, që shefi apo shefat në disa vende nuk e tregojnë meritokracinë e punëtorëve. Pra nëse ti e bën punën mirë, shefi thot punojnë. Pra nuk e thojnë të vërtetën, po kur e tregon të vërtetën është sukses i dyfisht edhe për juve, sepse ju jep motiv për të punuar dhe për të ecur përpara. Kështu që jam kundër atyre shefave që nuk e tregojnë meritokracinë ndaj punëtorëve të tyre. Atëherë unë e kam mësuar shumë edhe prej Robert Bosch, Bosch është shumë i njohur. Ai thotë nëse don një firmë me çu përpara, dosh mi respektu punëtorët. Okej. Bila i thotë për me gjetë një punëtor të mirë, dosh mu sjell mirë me punëtorët që i ki. Spiteksi shkon përpara veç të i falendëru punëtorët. Na i krym shërbimet e infermierisë, mirë po si Spitex na krymë shumë gjëra tjera që janë me rëndësi për shikuesit e juve. Te Spiteksi është që
sigurimi shëndetësor i merr gjitha harxhimet, po vetëm për infermieri dhe për kujdes trupor. Po njerëzit kanë nevojë më shumë se sa veç me shku për shembull me pastru të shtëpia ose me ia dhënë tabletat. Kur tregova pak më herët se shteti zvicran e ka pa që ka mungesë të personalit, ka filluar me bën edhe koncepte të reja për me mundësu njerëzve ma shumë me nejtë në shtëpi, pa pas me nevojë me shku me një institucion. Arsyet jonë shumë të jeshta. E para është se me shku me një institucion, automatikisht çdo person e humb një pjesë të autonomisë. Për shkak se në institucion kur shkojsh, atëherë nuk kiti mundësi me vendos gjithçka për veti, po vendosin ata që janë të institucionit. Ndërsa me nejtë në shtëpi, autonomia është më e madhe se vendos vetë. Mirë po, për me nejtë në shtëpi, të nevojitet edhe me pas ndihmë. E përveç shpiteksit, se shpiteksi nuk mjafton për me nejtë në shtëpi, atëherë kantoni Zyrihit është shumë para me koncepte, e kanë bën edhe një koncept tjetër që quhet sebe, vjen prej sebë zbeshtimu, ose shqip me këthy vetë vendosje. Do thotë, ti vendos vetë, në qofë se rrenë shpe, edhe shteti financon për ty. Jem institucioni i vetëm shqiptar, që jem të licencum në kantonin e Zyrihit momentalisht, ka mundësi që edhe dikush tjetër është në proces, po në bazë statistikave që e kom shequ sot në mëngjes, jem të licencum. Ky koncept vlen vetëm për personat prej 18 deri 65 vjet. Do thotë gjithë ata që banojnë në kantonin e Zyrihit, janë moshën 18 deri 65 vjet, edhe kanë kufizime shëndetësore, edhe dojnë në shtëpi me bën jetë kvalitative, mund të lajmërohen te na, edhe na ju sugjerojmë, ju ndihmojmë si është mundësia më e mirë e mundshme. Bravo. Qëllimi i Shpitex Meditës është në të ardhmen? Qëllimi i Shpitex Meditës është, sukërisht, gjithë shpiteksave na e kemi një detyrë që me javë mundësu njerëzve me ne të shtëpia pa pas nevojë me shku me një institucion. Mirë po të kuptohum këto se raste që shumë të rana nuk ke mundësina përmes Shpiteksit. Kështu që kisha kërku me kuptim të gjithë njerëzit, nëse ndëgjojnë që dikush një familjare ka qu me një institucion që nuk e ka qu me dëshirë, po e ka qu prej nevojës. Edhe me pas mirë kuptim, mos mi stigmatizu njerëzit. Se Shpiteksi s'ka mundësi të gjitha mi mri. Okej, çfarë të bën krenar në jetën tënde i dashur Gani? Drejt me tregu krenar mbajnë dy gjana. Një, ka marrë moshën 25 vjeçare, këtu në Zvicër pa e ditë asë një fjallë gjermane, sepse ka marrë pa pregaditun se asë anër se më pa marrë në Zvicër. Po i kam ndërprej studimet në Beograd, për shkak situatës politike, edhe më ka sjellë këtu. Më ranë 30 vjetë i kam kryer gjitha shkollimet të nevojshme, edhe jam krenar që jam këtu, kjo është e para, edhe dyta më ban krenar familja. Familja? Që kanë studiuar, kanë arritur? I kam 3 fëmijë, 3 i kanë kryer studimet, Ardjanit ma e patë është krahi gjellë këto të une që punon. Loriani është i dyti, ajo është advokat i licencum, edhe Diana është mësuese. Bravo. Kjo është krenaria, po edhe mu si person që më ka përmbush. Kur ke ardhur në Zvicër dhe a mundesh më tregu cilat kanë qenë punët që i ke bërë në Zvicër? Në Zvicër kam ardhur në vitin 1990. 90-ën. Po, për herë të parë jam vendosur në kantonin e Bernit, në klinikën Meiringen. Ka qenë një përvojë shumë e mirë. Atje kam punu 4 vite. Edhe pastaj 94-ën kam kalu në kantonin Cug. Në klinikën Meisenberg. Në klinikën Meisenberg ka qenë një përvojë shumë e mirë për mu, një përvojë që nuk besoj rrallë kosh mund me pasat fatë.
Jem pranu si stacion slajter udhëhes I reportit me një klinik që vetëm gra ka pas në atë ku. Okej. Edhe stafi jem që kom qenë përgjegjës, kanë qenë mbi gjysma Murgesha. Tash merrni me men, unë vi prej Kosovës, mas 5 vite, gjuhën nuk e flasë bukur, gjuhën gjermane, jam prej fesë islame, edhe e udhëheqi një staf me Murgesha, kjo ka qene pa imagjinueshme. Edhe kur e pyetës atë vetën se pse më kam pranu, vetëm dikuj I falenderoj. E asaj është Nën Tereza e Jonja e Madja Nën Tereza. Kur ju kom tregu që unë jam pasardhës I Nën Terezës, ju më befasu se nuk I kanë ditë gjithë që Nën Tereza vjen prej shqiptare. Edhe unë jam shumë krenar se neve na lidh shumë se me prejardhje jam nga fshati Lubisht, komunës Vitins, e Lubisht është afër me Letnicën. Me Letnicën, po. E me sa di, Nën Tereza ka qenë edhe atje Absolutisht. e involvume, kështu që kjo ka qenë krenaria më e madhe kur e kom tregu. Edhe një është ka qenë shumë edhe sfidë, po edhe krenari, në atë kohë sa kom punu në Majzenberg, në klinik, ka vdek Nën Tereza, ka ndru jetë, edhe kom qenë në grupin për organizimin e meshës për Nën Terezën. Interesant. Qysh në 90-ën, ti në Zvicër I bjen 35 vjetë. 5 vite. Kanë kalu shpejt, kanë kalu, ka dal, apo si kanë kalu për ty këtë 35 vite në Zvicër, se realisht, kur e shef kohën... Kanë kalu shumë shpejt. Shumë shpejt. Kanë kalu shumë shpejt, por në përgjithësi jam I lumtur me të kalumën, po edhe ka qenë sfidë. Shumë e madhe. Bukur. I pyetje tjetër që më bjen në mend me ta po. Atë një kush që je shqiptar në fizionomin paraqitje, sepse realisht unë të kisha pa në rrugë, në tren, apo në restorant, apo kudo, unë veç kisha thonë hello Hansi, apo të kisha nditi emër Zvicran, se kur s'm kishte shku menja që ti je shqiptar në paraqitjen tonë. Drejt me tregu. A ka njoft në herë dikush, apo një dikush, apo kur shkon te Zvicran, a çuditën kur ju thuj jam shqiptar apo jo? Me Zvicran jo shumë, me shqiptar kom pas përvoja të ndryshme. Për shembull në aeroport, kur kom udhëtu vetëm zakonisht marr në gazetë lexoj, ose kur në fundit këshir në podcast, edhe kom dëgju fjalë kush ka shkon ky Zvicran, çka është ka lyp. Edhe ka qenë për mua interesant, ose shkojmë në shqiptore, se sot fatmirësisht ka shqiptar gjithë ka, edhe kur ju flas shqip, thojnë, apo din shqip? Po shqiptar jam, nuk është hera e parë. Në raport I ndin shqiptar të thonë 4 rrugës Zvicran, Përpara se të kalojmë pak tek dhoma e trajtimit të një pacienti apo masazhit apo që I bën Ardiani duket apo? E shkollimit, po patjetër. Atëherë vetëm kam dëshirë me ditë përveç Shpiteksit, çfarë shërbimesh mund të marrin shqiptarët në Zvicër, shqiptarët në Zvicër tjera? Po Shpiteksi është vetëm një pjesë e vogël. Shteti Zvicran ofron shumë gjëra që fatkeqësisht një pjesë nuk I din. Nuk I din, po edhe nuk kanë faj, sepse edhe unë pse profesion e kam çdo ditë po ballafaqohem me pyetje që nuk I di. Kështu që po ja sqaroj shkurt cilat mundësit janë. Gjithë ata njerëz që kanë deficite shëndetësore ose kufizime shëndetësore, kanë mundësi me marrën jo do terminologjia që do të gjermanisht me thonë për shkak se shqip nuk ekzistojnë. Hilfsossenentschädigung, Assistenzbeitrag, Ergänzungsleistung, Intensivpflegezuschlag. Gjitha janë këto që janë si shtesë krahas me Shpiteksin. Këto kanë një pjesë shumë e madhe drejt t'i marrin në forma të ndryshme, edhe gjitha këto janë për asistencë me një mund njerëzve me nejtë të shtëpia. Gjitha ta që kanë probleme shëndetësore ose kufizime shëndetësore, le të lajmërohen të na se na I konsultojmë
ato që e dim, ja vapum atutje edhe ju ndihmojmë, për shembull ju ndihmojmë formularët me mush, ju ndihmojmë pranimet me ban, po nëse nuk dim diçka, se ka edhe gjana që nuk i dim, atëherë së bashku me klientat i thirrim organet përkatëse edhe ja tregojmë gjitha drejtat. Bravo. Ka mundësi këto shumë me marrë ndihmë, vetëm i los gjithë mos marrin prej rrugëve se vinë filani fisteki, jeni këtu ju drejtojmë si duhet. Këtu altim jem në dhomën ku zakonisht vinë pacientat që kanë me probleme emocionale. Në rregull është që na me shku te klientat, mirë po për shkak se kem klientat që janë të izolum, ata vinë të na edhe këto i zhvilloj bisedat. Pra në këtë dhomë Në këtë dhomë njerëz kjo quhet një infermieri psikosociale. Gjithë ato që psikiatrët dhe psikologët për shkak se ata vetëm nuk shkojnë te klientat, po ata rrinë edhe i këshillojnë prej zyreve tyne, detyra jonë me shku te klientat. Mirë, po ata që kanë probleme me izolacion, ju preferojmë që të vinë këto në zyre edhe lëshojnë ambientin e përditshëm kur e kanë, edhe këto i këshillojmë. Njerëzit që janë me energji pak sa më tepër ta, këtu përsëri apo? Jo, për njerëzit që kanë energji pak tepër, ke menu edhe këtë pjesë, kur e ke marrë edhe të zyren, ka qenë një prej koncepteve që e ke menu mirë, e ke mba edhe një fitness round, që klientat që vinë të na, edhe shohëm që kanë... Po, kjo është këtu, edhe gjithë klientat që kanë energji të prume edhe kanë nevoj pak për me bën një relax, ushtrojnë këtu me kujdesin edhe përkrahjen tonë. Me kujdesin edhe përkrahjen e juve. Atëherë, të gjithë njerëzit që kanë energji tepërta dhe duhen me shfrytëzu, apo me shfry energjit, apo energjit, po, energji, po. Hajde në këtu në fitness të medita. Edhe është relax, edhe shka ku marrë përfundim se zakonisht mas sportit ose mas aktiviteteve fizike, njerëzit e kanë disponimin më të mirë, se edhe lirohen edhe hormonet që këta i thojnë si hormonet glyks, hormoni thojnë, edhe është shumë në nëci për ta. Do të përvoja shumë e mirë. Kur vinë një tensionum, edhe pas fitnessit që në kujdesin tonë disponimi gjithëherë është më i mirë. Është pak më i mirë dhe më i qetë. Po më i mirë edhe më i qetë. Energjia negative lihet këtu, pozitivja merret me vete. Atëherë, medita dhe prodita. Prodita është për ata që kanë nevojë dhe dëshirë për të shkolluar, për të marrë zanat, shkollë në prodita direkt nga website-i mundën me u regjistrojë. Na jem përgjes për klienta, për shërbimet tona të Shpiteksit, ndërsa gjithë ata që dojnë me kry shkollën për ndihmës të infermierit ose të infermierës drejtohen direkt te faqja Prodita, për shkak se Prodita është përgjes për shkollën. Janë dy institucione të ndame, ashtu është kërkuar edhe prej institucioneve përkatëse, kështu që për shërbimin e Shpiteksit te Shpiteksi, Medita, ndërsa ata që të interesun të kryjnë kursin për ndihmës infermierit të Prodita. Okej, bukur shumë. Atëherë, shumë e kuptueshme, shumë e qartë për gjithë shikuesit, të Prodita mund të mbaroni shkollën, mund të merrni kursin, mund të certifikoheni për ndihmës infermierë, tek Medita mund të merrni shërbimet mjekësore. Ardian, këtu shkojmë tek shkolla. Po, tek mësimi se si duhet trajtuar një pacient, apo jo? Qashtë.
Do me thonë na këtu e këna hap edhe si shkollë. Përshëndetje, më falë ti flas. Si kalove? Mirë. A je mirë? Kush jeni? Mirë, Valmira. Valmira, edhe ju punoni në Shpitex Medit? Po. Jeni mësuese? Po, mësuese mbrëmje, jap mësim. Okay. 2 herë në javë. 2 herë në javë. Po. Pra për gjithë ata që duhet me kry shkollën në Shpitex Medit? Po, Ti je sakt. mësuese. Okej, si po kalon? Mirë, Puna falter. Mirë. Super. E kënaqur në Shpitex Medit? Shumë e kënaqët. Po na shkon shumë mirë. Jam që 3 vite këtu në punë, edhe vi me qef. Bravo shumë. Bukur shumë, shumë suksese. Super, mirë, faleminderit shumë. Jemi këtu. Ardian, po, këtu është shkolla, do të thonë klasa apo jo? Po. Okej. Po, do më thonë këtu është pjesa ku dhojna teori, do më thonë mësim teori, edhe e kena tani edhe vazhdojnë ma vonë të këdhuma tjetër ku mirë ma shumë e praktikë. Okej. Se që për njëna është mirë gjithmonë në teori me full, po nëse nuk mund është edhe me tregu praktikën, në fundit veç me krye punë nuk kryhen. Absolutisht. Do të edhe me dorë. Merita është për teori apo edhe për praktikë? Ju jeni edhe për teori apo edhe për praktikë? Për 2 jatë. Edhe praktikë dhe teori? Po. Shumë mirë. Edhe ti Ardian po ashtu? Po. Edhe për teori dhe për praktikë. Okej, për teori këtu është klasa, do më thonë që jepni mësimin. Okej, praktikën, a mundemi me demonstru pak si e bëni praktikën? Po mëre, pa tjetër, sa problem? Hajde Ardian ta shohim se si bëhet praktikë. Ja, për shembull, për ata që na shikojnë edhe nuk e dinë që e ardhmja e njeriut është kjo. Pra, e ardhmja e njeriut, e çdo njeriu që ekziston në këtë botë është kjo. Kështu që dhuroni sa më shumë dashni dhe respekt ndaj njëri tjetrit dhe vlerësojeni këtë jetë që jemi duke jetuar. Po, këtu jemi në dhomën e praktikës. Pra, do më thonë, këtu unë mendova që është pacient vërtet. Zakonisht frikuan krejt kur din këtë në dhumë, edhe si të mos kërë i kena kandidat të ri. Kjo është manekin, e? Po, Okej. E si mund të bëhet këtu një lloj trajtimi i një pacienti për shembull? Po, kjo manekina i ka funksione të ndryshëm, na sidomos, por neve o kam më rëndësi që të kena diçka dhe me tregu, do më thonë edhe si është proksa kur ta kryjnë shkollën. Po, kjo ngrehet lart. Edhe po, kjo ngrehet lart, na i tregojnë se njëna është me kry punën, po dhe ona tjetër është si mujna me mbrojt shëndetin tonë. Okej. Se unë nuk harroj kur në javën e parë të fakultetit, bile më shkon dita e dytë. Na pa të thonë, aja profesoresha tha, ngoni tha, ju si infermier jeni ma të rëndësishëm se sa pacienti. Por arsye se nëse ju nuk e keni shëndetin, kush mundet më kujdis për pacientin. Absolutisht. Edhe zakonisht na dhe na kena këtë filozofi që çdo sen që e bojna do të më konë edhe për mbrojtjen e infermierëve, se njëna prej arsyeve të mëdha që zakonisht nuk hinë këtë profesion ose ndrojnë profesionin, është për shkak që kanë edhe probleme shpinës ose probleme fizike. Okej. Kjo i ka disa funksione të ndryshëm, mund është me dhonë injekcione, i ka edhe kur t'i bojna transferimin, që e bojna një transferim, na mujna me tregu se edhe, që më thonë, i ka edhe, të më thonë, sikur këtu që është kjo pjesë e kukit, original. E ka special si të njeri, të më thonë, e ka një levizje. Okej, original si. Po, më thonë, sa ma ofër realitetit. Shumë interesant, shumë interesant. Na, normal që kjo, që më thonë, sikur në realitet nuk është. Absolutisht. Po kjo i ka dhe funksionet të ndryshëm, shembull shka janë edhe të mjekësisë, domethënë që ka përbotje me zurra, shembull me stuma, e këtu me këtë mundësinë e kena që mujna me u trajnu këtë. Këtu i trajnoni të gjithë ata që janë në shkollën e Shpitex Medita. Dhe ju tregoni përmes këtij manekini se si duhet t'i shërbeni një pacienti apo një cëmuri apo një plaku apo një plakë. Na mas shumë të e shfrytëzojna sidomos të puna transferit, se që aty ndodhen zakonisht mas shumë të aksidente edhe që... Si me Po, si mund të qes pacientin, pa lëndu vetin, edhe si mund të qes në
Karroca, po, për ta ngrit nga karroca përsëri këtu. E tash përmes kësaj mundeni edhe niksione me mësu me thonë? Po, veç që në kursin tonë, që më thonë, na edhe na mësim si Pflegehelfer, që e thojmë, edhe zakonisht nuk e kanë kompetencë me thonë injekcione, amo na paka shumë ju tregojna se çka, që më thonë, në praktikë se shka shifë, dhe më thonë që janë kujdesit, apet dosene me mjekësi kam punë. Amo këta janë zakonisht janë ma shumë për, që më thonë si ndimës të infermierit janë që ushtruan. Bukur. Interesant. Shumë interesant. Kur shka dëshirë me studiu, me mësu për, si thuhet që, për Pflegehelfer, ja. Pflegehelfer. Kur shka dëshirë me mësu për Pflegehelfer, ja ku e keni shkollën këtu në Medita Shpitex, ja ku e keni edhe klasën, edhe për teori në anën tjetër, por edhe për praktik këtu, edhe mundeni me fitu edhe kursin, edhe diplomën, por edhe punën pastaj, sepse këtu mund punësoni, po mund punësoni ku që keni dëshirë në këtë drejtim. Ardian, bravo i qoftë. Faleminderit. E këtu karrocat janë përsëri janë për praktikën. Po, edhe këtu janë për praktik, për neve është, si thash edhe më herët, është një profesion që shkon me praktik. E për neve kanë më rëndësi që edhe mjetet, që më njoftu edhe me mjete, zakonisht shka janë pjesë marrës të kursit. Edhe shemë njona për tëne, u konë edhe... Kjo çfarë është? Kjo është lifti i pacientit. Lifti? Po, është pacientin lifti, thojnë. Po. Edhe kjo është shemë, si të mos që shemë kanë edhe klientat që kanë peshë ma shumë. Po, edhe shemë edhe një person që është, që më thonë, i letë edhe i shkurt me posë mundësi një njëri së kërty i alten, me kopë prej krevetit pa kopë probleme. Tani, kjo si pasi po thu që du të me e blek të familjarët, apo si? Po, zakonisht, dikush e blenë vorët prej situacionit, dikush e pakun shamë edhe shteti se mërë me qëra. Po, është pak problem ka njerë se zakonisht ofruhën mjetet, po nuk përdurën. Se ka njerë kena qef... Fritojnë, me bo gjitha fizikisht. Po, na mendojmë që është ma shpejt, zakonisht. Po nuk është ma shpejt. Fakt është... Ma rrezikshme. Ma rrezikshme. Atëherë, ja ku keni edhe këtë lloj pajisje, kjo thej është për të ngritur njerëzit që janë mbi peshë, ndoshta, apo që janë shumë të sëmur, apo që ndoshta një individ në shtëpi vetëm se ngre dot një person që është me nevojë, apo i sëmur apo i vjetër, edhe e ka këtë mjetin këtu, i cili quhet lift, edhe me këtë e merr edhe çon pacientin ku dushti në çdo vend, edhe në WC, edhe në dhomë gjumit, edhe në karrocë, edhe jashtë në makinë, edhe në çdo vend, apo jo? Për makinë nuk është bashkë preferueshme, po për shumë raste të ndryshme. Deri te makina, s'mundesh me qut paktën? Ja, deri te makina zakonisht i qesëm një herë në karrocë tani. Okej, atëherë e ngatrova. E lej makinën, prej kësaj në karrocë qesim, e prej karrocë pastaj e shtym karrocën kështu avash, edhe drejt edhe te makina. Kështu që së pari uroj që askush mos ketë nevojë, absolutisht do ta urojmë shëndetin e secilit, që të kenë shëndet sa më të mirë. Pastaj, ata që kanë nevojë, i kanë edhe kushtet sot për të trajtuar në mënyrën më të mirë dhe më efikase. Shumë faleminderit për shërbimin, për kohën, për gjitha. Në qoftë se ke mundësinë me na dhoni mesazh bashkë me babin. Babi! Ja sa po të vi edhe zotëri Ganiu, edhe të vazhdojmë pak. Ja po vim aty dhe kam dëshirë që këtë intervistë ta mbyllim së bashku duke na dhënë nga një urim. Që do të thotë, kam dëshirë edhe prej Ardianit, edhe prej te një urim me dhënë për shikuesit tanë.
Para se më dhon urimin, I kisha përshëndet gjithë familjarët e klientave tonë dhe I falenderoj shumë për përkrahjen që na japin neve si Shpitex, se janë ka e bënë një punë kolosale. Faleminderit shumë për tyne. Atëherë faleminderit për juve. Ju jeni ajo dritarja që informon njerëzit mas shumti edhe ju nevojitet për të jetuar ma drejt, ma lirë të Zvicër. Dhe unë të falenderoj ty edhe të gjithë shqiptarët që punoni për të na dhënë ne mundësinë me tregu sukses të shqiptarëve në diasporë. Për neve është kënaqësi shumë e madhe me pas çka më nxjerr të shikuesit edhe në televizion, edhe më nxjerr sukseset shqiptarëve. Unë ndihem shumë krenar me çdo arritje të shqiptarëve që janë në diasporë, punojnë mirë, saktë, bukur, edhe e mposhtin atë pjesën e lajmeve të zeza shqiptarëve që realisht mediat janë të fokusuar gjithmonë me tregu vetëm anet negative të disa shqiptarëve, por ne jemi të fokusuar për treguar vetëm anet pozitive dhe suksesin e shumë shqiptarëve. Falenderoj shumë për suksesin e përgjithshëm. Juve, respekt. Shihemi hera tjera. Ardian, një mesazh? Qërë, mesazhi është një bashkëgjitje edhe Ganias, edhe familjarët që se shumica edhe familjarë vinë edhe të na në kurs me kry. Edhe na gjithmonë e këna pas interesin që edhe me shkollë që t'ju dhojnë atë diçka me veti. Edhe për sidomos na që I kena edhe klientat tonë kena qef mi mbrojt, si tash edhe më herët, që ta kanë edhe familjarët shëndetin që për me mujtë dhe me vazhdo punën. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë, Alten. Shumë respekt. Faleminderit, suksese, gjithë mira. Shumë faleminderit. Bashkë me Zotin Gani Ajdini, bashkë me Ardian Ajdinin, e mbyllim këtu këtë intervistë, kthehemi në studio dhe ju urojmë shumë suksese Shpitex Meditas. Kthehemi në studio, faleminderit shumë.